E falenderojmë të madhin Allah me falenderimet më të plota, më të sinqerta, siç meriton i madhi Zot falenderohet. Zot, ty të qofshim falja Allah për mirësitë e për begatit që fale e dhurove. Shtoje mirësinë tënde për gjithë secilin prej nesh, o Zot, ti e dhuruesi mirësive dhe i begative. Orientoj zemrat tona, shpirtrat tanë tek më e mira, më e bukur, aty ku është kënaqësia jote, ja Allah. Aty ku është e mira për dynjan dhe ahiretin ton, ti e orientuesi dhe udhëzuesi. Atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë dhe orientove zemrën e ti, kush mund ta devijoj nga rruga që ti dhe, ja Allah? Ai i cili zgjodhi humbjen për veten e tij, kush mund ta sjellë në rrugën e mbar përveç udhëzimit dhe orientimit tënd? Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim, askush tjetër përveç ti është vetëm Zoti i vërtet, Zoti i qejve dhe i tokës, Allahu xhalleshanuhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu selam ishte robi dhe i dërguari i Allahut. O Zot, dërgoj atij salavatet tona si më i madhi profet, më i miri njeri, atij familjes ti të pastër, shokëve ti të nderuar, Zot, fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët dhe besimtarët sa të ketë jetë, ja Allah, në këtë sipërfaqe toke. Transmeton Handaleja, Zoti qoftë i kënaqur me të, se një ditë duke ecur takon Ebu Bekrin në rrugët e Medinës, takon Ebu Bekrin dhe i thotë Ebu Bekri, kejfe ente ja Handale, si je o Handale? I thot, vallahi, i thot, Handaleja, thot, është bo hipokrit. Çuditet Ebu Bekri. Si, thot, je bërë hipokrit? Thot, subhanallah, thot. Çfarë po thua, Handale? Thot, pasha Allah, thot. A e ke vënë re, thot, që neve kur jemi përpara profetit alayhi salatu wassalam, na tregon për xhenetin, na tregon për xhenemin, na tregon për madhështinë e Allahut, për argumentet dhe faktet dhe ditët e Allahut xheleshanu, na tregon ne për gjërat që do të ndodhin e që do të vinë, ne sikur i shohim me sy. E aty, thot, e kemi zemrën plot me besime dhe me iman, na mbushet shpirti plot. E kur largohemi nga profeti alayhi salatu wassalam, fëmijët, pasuria, punët, angazhimet e dynjas, i harrojmë ato, thot, se edhe nuk jemi neve kur jemi jashtë, aty pra jashtë në një moment tjetër, ndryshe jemi përpara profetit alayhi salatu wassalam dhe ndryshe kur largohemi prej tij. Thot, vallahi, thot Ebu Bekri, thot, edhe unë, thot, e ndjej këtë gjë, thot, edhe unë, thot, e kam këtë gjë që po thuti, që ka bo edhe Ebu Bekri, thot, munafik. Hajde, thot, të dy bashkë, shkojmë tek profeti alayhi salatu wassalam. E shkojnë të dy tek i dërguari i Allahut, ishin shumë të shqetësuar, sepse zemra e tyre ishte plot kur janë para profetit alayhi salatu wassalam, dhe nga njëherë hutohen dhe nuk e kanë përmendjen e Allahut xheleshanu dhe nuk e kanë mendjen, nuk janë gradën e devotshmërisë kur largohen nga i dërguari i Allahut. A nuk na ndodh edhe neve, o vëllezër dhe motra, kur jemi duke fal namaz, kur jemi në xhami, kur jemi në shoqëri të mirë, kur dëgjojmë ligjërat ose kur dëgjojmë një mësim ose kur dëgjojmë nga një këshill nga dikush, kur jemi me një njerëz të devotshëm, zemra na mbushet plot, e sa largohemi pastaj fillojnë punët edhe angazhimet dhe nuk jemi më neve të karikuar në besimin ton, nuk e kemi zemrën plot siç e kemi në ato momente, subhanallah. Kur falim namaz natë gjithë bashkë, kur bëjmë dua, sa shumë i kemi premtuar Allahu xheleshanu dhe lotët na kanë rrjedh. E i kemi thënë, o Zot, do bëj për ty kështu. O Zot, do largohem nga kjo gjë që është e keqe dhe e dëmshme. E pastaj nuk kalon shumë, edhe fillojmë kthehemi prapë me një mëkat, me një gjunaf. Atëherë i thot profeti alayhi salatu wassalam, të njëjtën gjë e kishin ndjerë edhe sahabët e profetit alayhi salatu wassalam, dhe ishin friksuar se mos janë hipokrit, se ndryshe je diku dhe ndryshe je diku tjetër. Dhe i thot i dërguari i Allahut me buzëqeshje, pasha Allahun, thot, sikur të ishit, thot, kur largoheni prej meje, ashtu siç jeni kur rrini para meje, engjëjt e Allahut do zbrisnin dhe do jepnin selam në për rrugë, thot, edhe në për qytet, subhanallah. Engjëjt e Allahut do zbrisnin edhe do i jepnin juve selam. Pra kjo është natyra engjëllore, nuk është natyra njerëzore. Walakin sa'atan wa sa'a. Por se ka momente që jemi shumë devotshëm, ka momente që neve bëjmë gjithçka, ka momente që jemi edhe më dobët, se kështu është natyra njerëzore. Përderisa e mira dhe e keqja qarkullojnë, përderisa neve jetojmë në këtë ambient që ka gjërat përzira, përderisa trendi ose përderisa cytjet janë të këqija, patjetër që njeriu do ketë edhe ulje ngritjet e veta.
por se ka orë dhe orë, mos e lër veten të marrë e keqa, edhe të çoj tutje, por se mundohu që ta riparosh veten tënde, mundohu që të kthehesh, mundohu ta mbushësh zemrën plot me besim, sepse kjo është njerëzore. Handaleja tregon se një ditë, Hudhejfja tregon se një ditë i erdhi Omeri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, dhe i thot: "O Hudhejfe", thot, duke qenë se Hudhejfja ishte sahibu sirri Resulillah, ishte personi që i dërguari Allahut i tregonte sekretet e veta. Pra ndate sekretet e tij profeti alayhis salatu sallam me Hudhejfen, për shkak të disa qëndrimeve të bukura ishte kënaq Zoti me të, me durimin e tij dhe me qëndrimet e tij, e profeti alayhis salatu sallam nga kënaqësia dhe vlerësimi i tregonte sekretet e tij. Dhe Omeri i vjen Hudhejfes dhe i thot: "O Hudhejfe", thot, "ti i din", thot, "emrat e hipokritëve që janë në Medinë, e munafikëve. Thot, "A jam unë prej tyre?" Dhe Hudhejfja si tregonte, thot, "Të lutem", thot, "a jam unë prej tyre? A e keni gjuna i herë profetin alayhi salatu wassalam që të përmendi emrin tim si munafik?" Subhanallah. Omeri radiallahu anhu, Ebu Bekri, Omeri i dyti mbas profetit alayhi salatu wassalam, njeriu i përgëzuar me xhenet kur ishte për zgjallëmi dhe kishte frikë se mos është nga hipokritët, dhe e kapte Hudhejfen, e ndalonte her pas here dhe i thoshte: "Më thuaj, a jam unë prej atyre që e ka përmend profeti alayhi salatu wassalam me emrin tim?" Ç'ishte ky shqetësim i madh që shqetësonte Omerin radiallahu anhu? Subhanallah. E i thot Hudhejfja, i thot: "O Omer", thot, "nuk je", thot, "prej tyre, por se", thot, "pasha Allahu", thot, "me mpyt më gjë tjetër nuk kam për tregu", thot. E hiku Omeri, u largu si njeriu më i lumtur në botë. E kush është Omeri? Omeri që imagjino të tregosh për veprat e Omerit radiallahu anhu, i përgëzuar me xhenet, siç e tham, edhe mjafton kjo punë. Hasan el Basri, Zoti e mëshiroft, ka thënë: "Ma khafahu illa mu'min, wala aminahu illa munafiq." Nuk ka frikë nga hipokrizia vetëm sa ai që është besimtar i vërtet, që ka besimin plot në zemër, e nuk është i sigurt dhe i qetë nga hipokrizia vetëm sa ai i cili ka hipokrizi, Zoti na ruaj në zemër. Ibn Abi Melike thot: "Kam arritur", thot, 30, thot, nga sahabët e profetit alayhi salatu wassalam, 30 vet, thot, i kam taku vet, dhe gjithë secili prej tyre nga shokët e profetit kishte frikë, thot, hipokrizit, i ruaj hipokrizis dhe kishte shumë frikë. Ndërsa Imam Ibnul Qayyim el Jauziyje, Zoti e mëshiroft, thot: "Pasha Allahun", thot, "zemrat e sahabëve dhe shokëve të profetit alayhi salatu wassalam ishin plot me besime dhe me iman." Ishin plot me besime dhe me imane, me siguri për Allahun xhaleshanuhu. Megjithatë, frika e tyre më e madhe ishte hipokrizia. E kjo, thot, i prekuponte më së tepërmi, ndërsa sot, thot, Ibnul Qayyim el Jauziyje, para 700 ca vjetësh, ke njerëz, thot, që imani i tyre nuk kalon fytin, pra, nuk kalon fytin, nuk hyn zemër, e i duket vetja, thot, sikur kanë besimin e Xhebrailit dhe të Mikailit, Zoti na ruaj. Po pse kjo frikë e madhe e sahabëve nga hipokrizia, se mos janë hipokrit? Pse ishte kjo frikë edhe ky preokupim i zemrës kaq i madh? Sepse Allahu xhaleshanu ka fol shumë për këtë cilësi ose për këtë karakter të ulët, që ti jesh dyftyrësh, tjetër hiqesh edhe tjetër je në të vërtetë. Tjetër shfaqesh midis njerëzve dhe tjetër je në të vërtetë. Gjë tjetër fshen zemër dhe tjetër shfark të njerëzit, ndërkohë që Allahu xhaleshanu e din më së miri se çka ka robi në zemër. Nuk i fshihesh Zotit, po i fshihesh njerëzve. Do me përfitu në i diçka ose do me hy me zonë vend në radhët e besimtarëve për diçka. Dhe në momentin kur besimtarët shtohen edhe besimtarët fuqizohen, aty fillon delën pa edhe hipokrizia. Se kur janë besimtarët dobët, nuk ka nevojë me qenë hipokrit. Për çfarë duhet me qenë hipokrit? Vetëm Zoti na ruaj kur futesh që me bë dom midis muslimanëve, që mu infiltru midis tyre. Allahu na ruaj me qëllimin e keq, dhe kjo është katastrofë. Kjo është katastrofë prap. Thot Allahu xhaleshanuhu: "Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum." Pse i urren Allahu xhaleshanu kaq shumë ta? Sepse ata mendojnë se po gënjejnë dhe po ja hedhin Allahu xhaleshanu. Në fakt po ja hedhin vetëm vetes vet. Janë duke ja bot keqen vetes vet, se Zotit nuk i shpëton asgjë. Gjithashtu thot Allahu xhaleshanu: "Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada."
Ata në zemër kanë smundje, thot. Allahu xhaleshan ja shton edhe më shumë smundjen e tyre sepse nuk bëjnë as i përçapje për të ndryshuar, janë shumë kënaq me standardin dhe me nivelin e jetës që aplikojnë. Thot Zoti xhaleshanhu, ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adhaba bil maghfira. Ata janë që e blen dënimin me falje. E blen humbjen me udhëzim, e shitën udhëzimin me ble humbjen, subhanallah. E shitën shpërblimin e Allahu xhaleshanu me ble dënimin e Zotit xhaleshanu me veprat që bëjnë edhe me qëllimet e pista që mçefin zemër, edhe me atë që nuk janë sinqert. Neve sot më shumë se kur kemi nevojë për sinqeritet me Allahun xhaleshanu, sinqeritet me njëri tjetrin, sinqeritet të jemi të sinqert në veprimet tona, në fjalët tona, në qëndrimet tona, kemi më shumë se kur nevojë. Madje edhe aty ku thuhet krizë ekonomike ose krizë financiare, pasha Allahun është krizë shpirtërore, më tepër se sa krizë ekonomike dhe financiare, sepse dikush do me punu me hilen kuris tjerëve, sepse dikush do me përfitun kuris tjerëve duke shkel drejtat e tjerëve, sepse dikush do me i zaptu dhe do me i rëmby hakun tjerëve dhe të fryhet për vete më shumë se ç'duhet pra në haram. Zoti na ruaj, se në halal vallai le të punoj robi e le t'ja bëj Zoti mbar, pasha Allahun. Kush ka mundësi, jo vetëm që të fitoj t'ja bëj Zoti mbar, po për Zotin ka shpërblimet më të mëdha tek Allahu xhaleshanu kush punon halal. Vallahi, siç na thotë edhe neve profeti alayhi salatu wassalam, thot sadakaja më e mirë është halali që çon shtëpinë tate. Ajo pasuri, sa do qoftë e vogël e madhe, është sadakaja më e mirë, quhet ke Allahu xhaleshanuhu. Omeri radiallahu anhu transmeton se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: gjëja që më frikson edhe më mirakos më tepërmi midis jush ose për ju më pas janë hipokritët që e kanë gjuhën e mpret. Janë ata cilët e mësojnë dijen, po jo për ta praktikuar dhe jo për ta marrë me sinqeritet si amanet prej Allahu xhaleshanu, po për të zonë pozicione dhe për të zonë vend midis njerëzve me dijen, që ta përdorin atë për interesat e veta. Zoti na ruaj. Janë ata cilët njerëzve ju thonë mos bëni këtë gjë dhe vetë bëjnë. Janë ata cilët tregojnë mëkatet edhe tmetat edhe gjunafet e njerëzve ndërkohë që vetë bëjnë akoma më shumë se sa ato. Këto janë ata cilët i ka pas merak dhe i ka pas frikë profeti alayhi salatu wasalam që do bëjnë dëm midis ummetit Muhamedit alayhi salatu wasalam. Zoti na ruaj. Vëllezër të nderuar, profeti alayhi salatu wasalam thotë shenjat e hipokritit janë 3. Idha hadatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khana. Është ai i cili kur flet gënjen. Është ai i cili kur premton e thyn premtimin dhe ai i cili kur i besohet një amanet e tradhton amanetin. Dhe e katërta në hadithin tjetër të saktë prap, dhe është ai i cili që në momentin që bin konflikt me dikë, shpërthen. Pra në momentin e ke tjetrin vlla, e ke shok, i çik me tu prish terzia, shpërthen edhe del nga vetja, thuti çapati ky, subhanallah. Ndërkohë që ai ka akumulu se nuk është i sinqert marrëdhënia. Kush i ka të gjitha, thot profeti alayhi salatu wasalam, ka hipokrizi të plot në zemër. E kush ka diçka nga këto ka pjesë hipokrizie në zemër. Sa shumë i themi këto hadithe, sa shumë i përsërisim dhe rrim duke pa kush i ka këto shenjat, po shifim për të falë Allahu ke vetja jote. Mos rri duke gjyku njerëzit, shif veten tate, rregullo veten tate. Mos rregulloj njerëzit, nuk ka nevojë me rregullu njerëzit, secili rregullon vetën e vet dhe kemi bë punë të madhe. Jemi rregulluar të gjithë me lejen e Allahu xhaleshanu. Nuk janë hadithet me gjyku njerëzit. Hadithet janë radhë parë se cili dë bëj punën ke vetja vet, ke njerëzit e vet, ke familja vet, ke shokët, ke miq, me mirësi, me dashuri, me butësi, e të këshilloj me formën më të mirë. Kjo është ajo që duhet të vëllezër dhe motra. E lusë Allahun xhaleshanu të na fali sinqeritet e ta largoj hipokrizin nga zemrat tona dhe kur mos na bëv Zoti xhaleshanu për hipokritëve. Amin. Xhamati nderuar. Ajo që po ndodh sot në Gaza është kthyer në një funeral ose një varrezë të ligjeve dhe institucioneve ndërkombëtare të drejtave të njerëzit. Sot elhamdulillah që flasim neve ka pas një reagim i shumë pritur nga të gjithë banorët e globit, jo vetëm nga muslimanët, nga shtete perëndimore shumë të fuqishme siç është Britania, Franca, Kanadaja e vende tjera. Dhe ne themi elhamdulillah që ka akoma vende dhe ka akoma shpirt që të reagojë.
Dhe ato reagime ishin një shuplak shumë e fortë ndaj gjithë atyre veprimeve zullumqare që kryen dita ditës me qindra ose me mira, me dhjetra mira të vrarë dhe viktimat pafajshme nga një luftë që nuk e kuptojnë sepse bëhet. Subhanallah. Këto reagime në vend që ta nxisin agresorin edhe zullumqarin që të filloj të tërhiqet nga zullumi, e kanë shtu akoma dhe më shumë dozën e zullumit. A keni pa që gjithë bota sot shikon edhe vlerëson, edhe i vjen turp kujtdo që jeton sot në 2025-ën, i vjen turp që shikon ngjarje të tilla që ndodhin në sytë e gjithë botës sot, që është bërë gjithçka afër, është bërë gjithçka kollaj, me sekonda merresh vesh edhe mirë kuptohesh edhe transmetohen edhe lajmet edhe të gjitha live në kohë reale. Subhanallah. Ne si musliman, ne si besimtar, ne si prijes fetar, vallai mbështesim edhe duar trokasim çdo kënd, çdo komb, çdo vend, çdo qeveri dhe çdo faktor që nxit për paqe, edhe që dëshiron që e keqja të marrë fund dhe zullumit mbaroj. Dhe lutemi gjithmonë siç jemi lutur në xhumat tona. O Zot, sa më parë të mbaroj ai zullum dhe sa më parë të kthehet haku dhe e drejta ke i Zoti, ja Allah. O Zot, mbaroj kjo që po na shohin sytë se është shumë e dhimbshme. Dhe ne me gjithë forcën tonë, si besimtare, kemi detyrë të paktën me fjalë ta themi të vërtetën dhe ta mbështesim të vërtetën sa ai që kemi fuqitë tona. Unë lut Allahun xhaleshanuhu që ta kthjelloj mendjen njerëzore sot dhe gjithë secili të bëj punën e vet me sa të mundet, që e keqja të mbaroj. Jo vetëm atje, por në çdo konflikt tjetër të mundshëm, po ai konflikt i ka të i kalu çdo përmas më shumë se çdo gjë tjetër që po ndodh sot. E lusë Allahun xhaleshanuhu që ne të na bëjë dobishëm këtë jetë dhe të jemi prej atyre të cilët Zoti do t'i falë ditën që do dalim para tij. E lusë Allahun xhaleshanuhu që ne themi të vërtetën dhe gjithmonë të qëndrojmë me të vërtetën. E lusë Allahun xhaleshanuhu na largoj hipokrizinë, të jemi të sinqertë në veprat e në thëniet tona. E lusë Allahun xhaleshanuhu që të na shtoj dashurinë për Zotin, dashurinë për librin e Zotit, dashurinë për profetin e Zotit, dashurinë për njëri tjetrin, dashurinë për kombin edhe vendin ton. E lusë Allahun xhaleshanuhu që neve gjithmonë të na shtoj dashurinë për drejtën e të vërtetën dhe të na largoj çdo grimc ose çdo anim nga zullumi dhe e keqja. E lusë Allahun xhaleshanuhu të na fali, ne t'i fali prindit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtarët, na pranoj lutjet tona. Amin.